Bëhemi gati bashkë për të shkuar në dasëm. Në fillim do të gjejmë fustanin, Ika te shtëpia e fustaneve. Isha dhe me motrën dhe me mamin se ato po gjenin fustanin e tyre. Arba fustanin e parë që provoi e zgjodhi direkt. Fustanin që zgjodhi mami doja t'rregoj për pak. Sapo mbarova me make-upin, tani do veshim fustanin. Përfundimisht ky është fustani që vendosa, shumë i bukur. Unë këtë fustanin mendoj t'i lek këtu te supet poshtë, ose vendos lart. Dhe make-upi më pëlqeu shumë se si doli. Sepse duket kaq glowy, është i gjithë i mat, nuk do lëvizi fare. Kam bërë gati kaq shpejt. Do bëj edhe make-upin e motrës. Ky është fustani, rin shumë bukur. Dhe opsionet e tjera më pëlqyen, ama ky ishte pak më i rehatshëm. Tani për taka kam dy opsione, ose do vesh të zeza ose do vesh bezh. Të se kam vendosur akoma. Votat kisha këto perla që në fillim kisha menduar disa votë të tjera për sot. Një opsion ishin këto, opsion tjetër do ishin dhe këto. Ky është dhe luku përfundimtar. Ky fustani ishte fiks çfarë po kërkoja për sot. Këto janë disa nga fotot që bëra me fustanin. Tani do i tregoj dhe fustanin e motrës dhe të mamit. Secila nga ne ka zgjedhur një fustan sipas stilit të saj. Të treja fustanet janë shumë ndryshe nga njëra tjetra. Ky është fustani që zgjodhi Arba. Detajet që ka ky fustani te korseja ishin kaq të bukura. Ky mund të jetë një nga fustanet më të bukura që kam parë te shtëpia e fustaneve. Ama dhe fustani i mamit që ishte i gjithë i zi me gura, ishte shumë i veçantë dhe dukej shumë bukur, sidomos në darkë. Çfarë na pëlqeu më shumë ishte pjesa e bishtit që kishte dy copa. E zbukuronte shumë të gjithë fustanin. Gjithsesi më thoni në komente cili fustan ju pëlqeu juve më shumë, se jam shumë kurioze ta di.